Petulla me brumë të ardhur, të cilat nuk duan as kos, as qumësht, as vezë, edhe po tregoj se si I përgatitim. Neve na u derdh brumi këtu se erdhi shumë edhe u fry. Tani, çfarë duan këto petulla? Duan gjysmë limoni, një shishe me sodë, është soda e cila pimë, nuk është sodë buke, është ai lëngu soda, e dini. Tani duam pak sheqer, pak kripë, një gotë të vogël me raki, një baking powder, 2 maja të freskëta. Maja e freskët është ajo që është në frigoriferë, edhe duhet një maja e thatë. Siç e shikoni brumi, duhet të jetë shumë I lëvritur e themi neve, do me thënë shumë I ujshëm, që ta kapni me dorë edhe të rrushkasi nga dora. Aq I ujshëm duhet I brumi për këto petulla. I hedhim në tigan me vaj të nxehtë që të skuqen edhe dalin fantastike o njerëz. Mund t'i shoqëroni me çfarë të doni juve. Tani miell, se mbase nuk ua thashë, po varet nga sasia që doni të bëni juve. Unë u thashë çfarë kanë brenda këto petulla. Nëse doni 1 kg miell, do t'ia hidhni të gjitha këto gjërat që u përmenda në fillim, vetëm që duhet sasia e brumit të dali shumë e ujshme siç e përmenda. Mund t'i shoqëroni me çfarë të doni. Ciao ciao.